Fillimisht unë ndëgjova një intervistë Fatën Lucit, Fatën Pecin, falë se u habita. E kishtë bo një intervistë dhe kishtë thonë që Ganigeci ju ka dërgua SMS. Fakti është se unë jem taku me Fatën Pecin në një aeroport Gjermani, jemi ardhur për Gjermani deri në Kosovë. I kemi nërru numrat e telefonit. Kur ka dalë në një konferencë për shtyp se ai po don me kthy pronat e Ministrisë Bujqësisë, zësisht të Pylltarisë, unë i kam dërgu një SMS atina, dhe ja kam dërgu disa prona të uzurpuara që kam dyshu që janë të uzurpuara në teritorin e Drenitës. Dhe nuk më ka përgjithë, si do që tjetë, unë e tentova me këshyra ata SMS-at, bëja këshy edhe numrin edhe SMS-at, edhe ma qëtë që këj numër nuk eksiston. Unë nuk jam maj që i qoj dikuj SMS për bashkëpunim, kur njët. Unë komenu që ata lista guzë janë me LDK-n, tash përshijet që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë e Marksit Leninit Kosovës, Shiku, edhe Udba, edhe tash Fatën Luci, Albin Kurci, po mënon me përqavla dhe gëti, për kjo dhe tjetë bërë mundë.